Mirë se erdhët të dashur Gafo në leximin e juaj të radhës. Dua t'ju njoftoj që së shpejti do filloj me leximet për vitin 2026. Unë zakonisht i lë kogja afër vitit të ri, e që të mund të marrë energjin eksakte për vitin 2026. Por të kthehemi leximit tonë këtu. Të dashur Gafor, jeni gati, por po friksohesh nga fundi. Kemi diellin që është kogja letër bukur. E vërteta është në diell, thot në dritë, siç është dielli. Nuk ka më paqartësi, as justifikime emocionale. Ti e di çfarë duhet bërë. Por problemi këtu është ti ke frikë nga gëzimi i vërtet, sepse kërkon dalje nga i roli i viktimës që ke qenë deri tani. Në fakt shumë Gafora ankohen për errësirë, por kur jeta hapet dhe ky diell vjen siç ju doli juve, sikur tërhiqeni. Kalorësi i monedhës, ti po ecën me qëllime të ngadalsoshme një farë mënyrë veten, nga një lloj frike, nga një lloj pasigurie të dashur. Absolutisht je këmbgulse, por edhe kokfortë. Nuk po ndryshon kurs Gafor, edhe pse e di që duhet bërë. Siguria jote është bërë ky burgu ta quaj ashtu, më mirë diçka e lodhshme se sa diçka e re që të bën të ndihesh e rrezikuar. 4 të shkopive. Stabiliteti është aty. Siguria është aty. Shtëpi, marrëdhënie, siguri, suksesi merituar të dashur Gafor. Por, ti po e trajton si streh për të fshehur, jo si bazë për të ecur përpara. Dhe këtu është ajo që po ju bën të stagnoni. Qëndrimi tepërt në rehati, qoftë ajo rehati e keqe për në kuptimin në gjërat që jemi mësuar, të kthen në një njeri emocionalisht dembel, të ta quaja. Dhe bota, kjo është letra që në fakt frikson Gaforën më së shumti. Mbyllje cikli, rritje, dalje nga guaska. Jo më, jam kështu se kam kaluar shumë. Jo më kthim pas, thot letra. Por dhe ju, nëse nuk e mbyll vet, e dëshiron, absolutisht, por është frikë e madhe. Këtë kapitull, nëse nuk mbyll vet këtë kapitull, jeta do ta mbyll pa të pyetur fare. E vërteta që duhet ta dëgjoni, nuk je apo e mbetur pas, ti po kapesh pas identitetit të vjetër, sepse ajo të jep justifikim. Ndjeshmëria nuk është arsye për të mos u rritur, është përgjegjësi për të mos lënduar më veten. Urdhri i qartë nga letrat e juaja të dashur do vinte kështu: dil nga zona ku të njohin si atë që vuan. Mbyll këtë cikël, edhe nëse dhëm, gëzimi nuk është tradhti ndaj së kaluarës. Pra, nuk je më ai apo ajo që ishe, dhe kjo nuk është humbje, Gafor, është rritje. Pra, mos keni frikë të shijoni rrugë të reja, të kaloni në për rrugë të reja, se ato janë shumë, apo po ju presin diçka shumë më mirë se nga kjo rehati falso të ta quaja, apo dhimbje që ka kaluar në një lloj rehatie, jeni mësuar në atë. Dhe është koha nga që dielli ndriçon, hap syt, është begati, është lumturi, i ka të gjitha. Mjafton të vendosni të dilni nga ajo guaska dhe të mos e kërkoni errësirën.